Nuk mund të mos e nis këtë video me mesazhin e bukur që u dha në zemër të Tiranës nga mira shqiptar që erdhën nga çdo trev për të bërë një zë për të kërkuar drejtësi ndaj liderëve të UÇK-s që po gjykohen padrejtësisht në Hag. E sigurisht duke qenë se jemi një, do të flas sërish për Big Brother Kosova VIP 4 që pritet të nisë në javën e parë të nëntorit. Këtë herë do të flas për një personazh që do të jetë pjesë e shtëpisë, o banor ose pjesë e produksionit, por do t'ju lë foton për të shuar kurreshtjen. A e njihni? A e keni parë? Kush do t'jetë? Po a tregoj unë. Personi që pat në foto është gazetari i Orës 7, pjesë e Klan Kosovës, Lori Kajtazi. Askush nuk e ka thënë emrin e tij, e unë sot po e ndaj me ju këtë informacion që kam, që Lorikun do ta shikojmë si banor në shtëpi ose do ta shikojmë si pjesë të produksionit. Për mua duhet të jetë banor. Këtë e them pasi e kam njohur përgjatë këtij viti që kemi ndarë të dy, le të themi, tryezën e diskutimeve për Big Brother. Unë i ftuar si gazetar në Orën 7 ku ai ka dhënë kontribute, ku për hir të vërtetës duhet thënë që ka më shumë se një muaj që nuk është pjesë. Ky është një sinjal që Lorikun do të shikojmë patjetër në Big Brother. E teksa do t'i kthehem, le të themi, analizës dhe komentit tim për figurën e tij në Big Brother, siç e kam gati një vit që kam dar panelet me të për Big Brotherin e Kosovës, për post Big Brotherin, për Big Brotherin e Shqipërisë, edhe për post Big Brotherin e Shqipërisë, ku ka treguar një lloj qëndrueshmërie, një lloj analize, shpeshherë është bërë viral me ato që ka thënë, por më së shumti ajo që bie në sy për të është që është mjeshtër i reklamave që i bën në rrjetet sociale, por palon mënjan edhe punën e tij si gazetar, ku e kemi parë dhe të përfshirë në Supernova si redaktor, aty producentja Olsa ka parë potencialin e tij që padyshim duhet ta bëj pjesë të shtëpisë, edhe jam kurioz, jo vetëm unë, por edhe kolegët, për të parë se si do të jetë Loriku brenda një shtëpie ku dinamikat, me thënë të vërtetën, lindin nga hiçi në sekond, e ti si një lojtar i zgjuar dhe i fortë duhet të dish ti përballosh ato. Lorikun e kam parë dhe e kam ndjekur, siç tregova në panele, ku kam mbajtur qëndrime për disa çështje të caktuara, edhe nuk e di se si do të jetë raporti i tij në Big Brother, se si do të sillet me banorët e tjerë, me konkurrentët, me yjet e këtij edicioni, me figurat publike, ku ka treguar që është një djalë i ri, që punon shumë, që është i respektuar, e ndërkohë në një lojë si Big Brother në mënyrë figurative duhet të nxjerrësh, thonë, jam shumë kurioz për ta parë Lorikun. Kjo nuk është e sigurt nëse do të jetë apo jo, por flitet në për Klan, e sigurisht fotoja që unë kam siguruar të jep direkt imazhin e tij, pasi unë e njoh, edhe pse është më kurriz, është Lori Kajtazi, gazetari i Orës 7 në Klan Kosova. Duhet të them ish gazetari i Orës 7, pasi nuk është më pjesë, siç tregova, ka gati një muaj që i ka shkputur marrëdhëniet që pas dasmës së tij, e cila u bë dhe virale në rrjetet sociale, duke e mbyllur. Kam shumë kurreshtje për të parë Lorikun në atë shtëpi, se si do të ballafaqohet me situatat që krijohen nga hiçi, me situatat që ndoshta degradojnë edhe në një lloj përplasje të mendimeve, kemi parë dhe ato fizike, kurreshtar janë boll për të parë. Ndërkohë që një emër tjetër që po lakohet si opinioniste përpos Efi Dhedhës që ja kam komentuar dhe kam dhënë mendimin tim, është Dalina Buzi, që ka një kontribut me vite të çmuar në ekran. Ajo ka krijuar emisione në shumë kanale në Shqipëri, ka YouTube-in e saj me një nga platformat dhe një nga, le të themi, risit që ka bërë me Andalen, dhe padyshim e din se çfarë do edhe se si duhet të jesh në Big Brother si opinioniste, pasi e ka provuar, ku ka qenë ftuar një herë në Big Brother 2, ku ka komentuar aso kohë Big Brotherin e Luiz Ellit. Dalina Buzi është një personalitet që flet pa dorashka, flet pa filtra dhe jep mendimin e saj troç. Por të treguar i sinqert dhe korrekt me këtë lajm, i çova një mesazh për të kuptuar nëse kemi të bëjmë thjesht me një lajm që qarkullon në portale apo me të vërtet diçka. E çka ka thënë Dalina Buzi? Ka reaguar
edhe nuk e ka mohuar as e ka pohuar lajmin, duke thënë që për momentin nuk ka se çfarë të thotë. E para, ndoshta i pëlqen që të komentohet emri i saj, ose e dyta realisht është në negociata dhe në këto bisedimet e fundit me produksionin për të qenë ajo opinionistja nga Shqipëria në Big Brotherin e Kosovës numër 4, kjo mbetet për të parë, pasi besoj se produksioni si herët e shkuara padyshim që do të anonçojë se kush do të jenë dy opinionistët, edhe pse sot më ngacmoj diçka duke thënë që mund të jenë 3, por besoj që do të mbeten në kuadrin e 2 opinionisteve, pasi 3 mendime në një spektakël janë shumë edhe padyshim që ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në lojën brenda në Big Brother. Sa i takon emrave, shumë është folur këto muaj nga shumë personazhe që le të themi kemi dëshirën për t'i parë në Big Brother. E ndërkohë një emër i fundi që po qarkullon për Prishtinë dëshirën për të bërë pjesë e lojës, flitet që është Linda Ray, edhe pse një personazh si ajo e kemi parë vjet e Donna James, nuk e di nëse realisht produksioni duhet të bëjë sërish një stereotip si Linda Ray, por kjo mbetet për të parë. E kjo mbetet për të parë është bërë paksa si ikonike në qasjen që unë kam, por realisht janë informacione që nuk janë të sakta, pasi produksioni këtë herë është treguar shumë i rrept dhe disiplinë të fortë për emrat dhe për të gjithë qasjet. Por nga ana tjetër produksioni ka treguar që i ka mbyllur xhirimet e konkurrentëve e këtë herë ndryshe nga edicionet e shkuara, klipet e banorëve që do të jenë pjesë e shtëpisë së Big Brotherit janë xhiruar në majet më të larta të Prishtinës, kjo për të dhënë edhe një tjetër vibe, edhe një tjetër qasje. Do doja që të dija mendimin tuaj për këto 2 lajme që u ndava me ju së paku, se si do ta shikoshit gazetarin Lori Kajtazi si banor, edhe nga ana tjetër se si ju duket Dalina Buzi në kultukun e opinionistes, e për banorët besoj se do të jemi këtu, do të flasim sërish. Por më kryesorja, mos harroni të bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube për të parë edhe video të tjera.